E fitoi Vladimir Vladimirović betejën për Ukrainën. Si e mendon? Po, ka marrë një avans, ka marrë një carte blanche me sa duket në komunikimin me kolegun e tij dhe mikun e tij të dashur Donald Trump, besoj që do ketë ka një akord që Rusia ka lëshuar në lindjen e mesme dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës le të themi i kanë dhënë një lloj afati të tërgjatur Rusisë për të rregulluar situatën në fushën e betejës. Ma përkthet çdo më thënë për të rregulluar situatën. Do të thënë është kështu. Do me thënë që Rusia të arrijë në kufit administrativ të 4 republikave që i ka përfshirë në territorin e vet. Okej. Pra do më thënë ofensiv kundër Ukrainës. Ofensiva ruse në terren dhe kuptohet që Rusia ka synim këto 4 rajone dhe shpreson që brenda vjeshtës të arrijë në kufit administrativ të gjitha këtyre 4 republikave që i ka inkuadruar në territorin e vet. Përfshirë dhe Odesën dhe Kharkivin. Pastaj ishte plani maksimum, në qoftë se do sillen keq, atëherë mund të shkojnë deri në Odesa. Në qoftë se sillet keq Ukraina, dhe çdo më thënë do sillet keq, do rezistoj. Nuk do hapi rrugë. Do të kundërshtoj, do të vazhdoj, do marri raketat të Storm Shadow, do vazhdoj, do me thënë, goditjet e territorit rus me dronë, se vetëm ai shanse i ka mbetur Ukrainës në, le të themi, në fushën e betejës, ata nuk kanë shanse të përballojnë tashmë ushtrinë ruse.